Universi po të vullos mrekullin. Mirë se vini, të dashur miq, në këtë hapësirë ku bota e padukshme takohet me realitetin ton të përditshëm. Sot do të flasim për diçka që shumë pak njerëz e kuptojnë vërtet, si ndodhin mrekullitë e mëdha në jetë. Jo rastësisht. Jo sepse kemi qenë thjesht me fat, por sepse universi na ka dërguar sinjale të holla, të buta, por shumë të qarta, përpara se të ndodhë ndryshimi rrënjësor. Nëse po e shihni këtë video tani, mos e konsideroni rastësi. Kjo është një vullosje. Universi po ju thot, po, ti je në rrugën e dur. Mrekullia jote është afër. Le të zhytemi thellë në këtë temë magjike. Do të zgjerojmë së bashku çdo pikë, me shembuj, me shpjegime të thella dhe me atë ndjenjë që të bën të dridhesh nga brenda, sepse kur e kupton këtë proces, jeta nuk do të jetë më e njëjta. Pika 1. Universi jep sinjale. Le të fillojmë nga fillimi. Universi nuk është një forcë e largët, e heshtur dhe e ftohtë. Ai është i gjallë. Ai komunikon me ne çdo ditë, por jo me zë të lartë si në filma. Ai flet me sinjale të holla, me zhvendosje të qeta në realitetin ton të përditshëm. Përpara çdo ndryshimi të madh, qoftë një fitore financiare e papritur, një dashuri e re që të transformon, një mundësi karriere që të hap dyert e reja, apo një shërim i thellë emocional, gjithmonë ekziston një sinjal final. Një moment qetësie. Një ndjesje e çuditshme se diçka po ndryshon, edhe pse nga jashtë gjithçka duket e njëjtë. Imagjinoni, ju keni luftuar për muaj ose vite me radhë. Keni vizualizuar, keni punuar, keni shpresuar. Dhe papritur vjen një qetësi. Nuk është depresion. Nuk është dorëheqje. Është si një pushim i thellë i shpirtit. Sikur universi po ju thot, tani mjaft. Unë po e marr timonin. Ky është sinjali që shumë njerëz e humbasin sepse presin diçka dramatike, një shenjë të madhe, një ëndër të qartë, një ngjarje të jashtëzakonshme. Por universi punon ndryshe. Ai të përgatit gradualisht. Ai të heq nga rezistenca e vjetër, nga frika, nga nevoja për të kontrolluar çdo gjë. Kur filloni të vini re se gjërat e vogla po ndryshojnë, një bisedë e rastësishme që ju prek thellë, një ndjenjë papritur e lehtësisë në gjoks, një ide që vjen në mes të natës, dijeni se sinjali final është afër. Universi po ju përgatit për kërcim të madh të menjëhershëm. Ai po ju thot, mos u shqetëso. Unë po punoj për ty, edhe kur ti nuk e sheh. Pika 2. Koncepti i snap zone. Tani le të hymë në konceptin më magjik të kësaj videoje. Snap zone. Çfarë është snap zone? Është ai moment i çuditshëm, ai interval kohor ku gjithçka ndihet ndryshe. Është qetësia para stuhisë së madhe pozitive. Është periudha ku koha duket sikur zgjatet, ku ditët kalojnë më ngadalë, ku ndjeni një shkëputje të lehtë nga realiteti i vjetër. Në snap zone, ju mund të ndiheni pak të humbur. Mund të pyesni veten, pse nuk po ndodh asgjë? Pse po ndihem kaq i qetë, pothuajse i shkëputur? Por kjo nuk është ndalesë. Kjo është përgatitja për hapat e mëdhenj. Mendoni për fizikën kuantike, aty ku frymëzohet ky koncept. Një grimc nuk kalon gradualisht nga një gjendje në tjetrën. Ajo snap zhvendoset menjëherë në një nivel tjetër energjie. Ashtu si ju tani. Jeni në prag të një quantum leap i, realiteti juaj i vjetër po lihet pas dhe i riu po formohet në heshtje. Në këtë zonë, ndjeni sikur koha po zgjatet sepse universi po ju jep hapësirë për të integruar ndryshimin. Gjërat e vogla që dikur ju stresonin, tani ju duken pa rëndësi. Njerëzit që dikur ju tërhiqnin energji, tani ju duken të largët. Kjo është snap zone, një qetësi e shenjtë përpara shpërthimit të mrekullisë, mos e luftoni këtë ndjesi. Përqafojeni. Uluni në heshtje. Merrni frymë thellë. Kjo është momenti ku energjia juaj po rialignohet me versionin më të lartë të vetes. Kur snap zone të përfundoj dhe do të përfundoj papritur, do të ndiheni si të keni hyrë në një realitet të ri. Gjithçka do të ndryshoj shpejt, lehtë dhe me hir.
Pika 3. Shenjat e rreshtimit. Si ta dini se jeni vërtet në snap zone dhe se mrekullia është shumë afër? Universi ju dërgon shenja të qarta të rreshtimit. Së pari, numrat që përsëriten. 1111, 777, 888, 222, 555. Këta nuk janë thjesht numra në orë ose në tarë. Janë mesazhe. 1111 thot, fillimi I ri është këtu. 777 konfirmon se jeni në rrugën e duhur shpirtërore. 888 sjell energji të bollëkut dhe suksesit financiar. Kur I shihni këto vazhdimisht, dijeni se universi po ju përgëzon, po, ti je I rreshtuar. Së dyti, nevoja e fortë për të izoluar dhe për të pastruar hapësirën. Papritur ndjeni dëshirën për të hedhur rrobat e vjetra, për të pastruar shtëpinë, për të fshirë kontakte të vjetra nga telefoni, për të lënë pas zakone që nuk ju shërbejnë më. Kjo nuk është rastësi. Është pastrimi energjetik. Ju po krijoni hapësirë për të rënë. Universi nuk mund të sjellë diçka të madhe në një hapësirë të mbushur me të vjetrën. Së treti, dëgjimi I rastësishëm I fjalëve si fat, jackpot, mrekulli, fitore. Në një bisedë në kafe, në një këngë në radio, në një video që kalon rastësisht, këto fjalë ju bien në vesh si me qëllim. Universi po ju përkujton, po vjen. Po vjen diçka e madhe. Ka edhe shenja të tjera, ndjenja e papritur e entuziazmit pa arsye, ëndra të gjalla, ndjesi déjà vu, ose një qetësi e thellë në zemër edhe kur rrethina duket kaotike. Të gjitha këto janë prova se jeni në alignement të plotë. Mos I injoroni. Festojini. Shënoni ato në një ditar. Ato janë bukuria e procesit. Pika 4. Nga ndjekja te marrja. Këtu vjen mesazhi më I rëndësishëm që mund të ndryshojë gjithçka për ju. Shumë njerëz mbeten të bllokuar në gjendjen e ndjekjes. Ata ndjekin me logjik, me përpjekje të vazhdueshme, me ankth, me si do të ndodh. Ata shpresojnë fort, por shpresa është ende energji mungese. Është dua, por nuk e kam ende. Ndryshimi I vërtet ndodh kur kaloni nga ndjekja në marrje. Nga shpresa në dijeni. Nga përpjekja në dorëzim. Kur ndaloni së detyruari gjërat me mendje, kur pushoni së kontrolluari si dhe kur, atëherë universi mund të veprojë lirshëm. Dorëzimi nuk është dorëheqje. Është besim I thellë se gjithçka që keni kërkuar tashmë është krijuar për ju në një dimension tjetër, dhe tani po vjen në realitetin tuaj. Kaloni në gjendjen e marrjes duke ndjerë mirënjohje sikur mrekullia ka ndodhur tashmë. Flisni me veten, unë e marr tani. Është e imja. Ndjeni lehtësinë. Ndjeni gëzimin. Kjo është energjia që tërheq çdo gjë të madhe. Pika 5. Veprimi I duhur. Kur shenjat shfaqen, çfarë bëni? Qëndroni të qetë. Mos veproni nga frika ose nga mungesa. Mos nxitoni të merrni vendime të dëshpëruara. Deklaroni me zë të lartë ose në heshtje, unë jam gati për mrekullinë time. Faleminderit, univers. Veproni vetëm nga siguria e brendshme, nga ajo ndjenje e qetë por e fortë se gjithçka është në rrugë e sipër. Bëni veprime të frymëzuara, jo të detyruara. Pushoni më shumë. Besoni më thellë. Dhe lejoni që universi të bëjë pjesën e tij. Përfundim. Të dashur miq, nëse keni arritur deri këtu, dijeni se ky mesazh është për ju. Kjo video është vulosja juaj personale. Është konfirmimi që mrekullia juaj është në rrugë e sipër. Mos dyshoni. Mos u kthejeni pas në frikë. Jeni në snap zone. Jeni në alignement. Jeni duke kaluar nga ndjekja në marrje. Besoni. Dorëzohuni. Merreni me mirënjohje. Gjithçka që keni ëndërruar po vjen më shpejt, më lehtë dhe më bukur se sa mund ta imagjinoni. Faleminderit që ishit këtu. Nëse kjo video ju preku, ndajeni me dikë që ka nevojë për këtë mesazh. Dhe mos harroni,
Ju jeni krijuesi i realitetit tuaj. Unë jam me ju. Universi është me ju. Mrekullia juaj është këtu. Shikoni këtë video sa herë të doni si një vulosje të fuqishme. Dhe besoni, gjithçka është duke u realizuar tani.